më vjen të natyrshëm do të them që po më ngjan si qen. Po. Se unë me qenin flej, qenin ndaj jetën. Po. Mali merr për ofendim. Unë e di që nuk janë bukur për të dëgjuar. Tash, këto që na ndodhen. Si e ke historinë për momentin? Historinë me mirën. Me mirën? Nga djetë të sot, nga sot. Historinë me mirën, nga dita 1 deri në sot e kam pas njësoj. Kanë qenë mendimet e njerëzve, spekulimet dhe idet e të tjerëve, që i kanë dhënë ngjyra gjës, ngjyra jo reale, kupton? Unë me mirën patëm një sfidë. Jamën e parë të sfidës mua njerëzit më kanë sikletos shumë, më kanë shkel parimet e mia, edhe më kanë normalizuar duke thënë që çfarë problemi ka, është miri, se të kishte qenë mund të kishte qenë mali. Kupton? Dhe nga java e dytë që mbaroi sfida dhe në vazhdim, derisa u ndrova krevatin, thash okay, meqense s'pas ka pas problem për mua, hajde shikojmë çfarë do bëni ju, se herë do vinë banorë të rinj. Deri në momentin që u fut Greta dhe më futi të dyja këmbët në një kputç, sepse unë thash që unë, nëse ka një gjë që nuk do ta bëj këtu brenda, është që unë bëj pakt me mirën për Gretën.